Fushat pa punuar dhe të lëna djerë prej vitesh janë pamje zakonshme tashmë në zonat e Bulqizës. Prej shumë vitesh tokat që dikur prodhonin gruar, misër e të tjerë kanë mbetur pa punuar. 84 vjeçare Zenel Gjoka nga fshati Dragu thotë se para viteve 90 këto toka bujqësore i jepnin prodhim maksimal pasi e gjitha punohej ku kultivohej gruar e misër. Por sipas tij, vitet e fundit këto toka po mbeten vetëm për kullot për bagëtin, pasi askush nuk merret më me to. Edhe pse fshati ka ujë vaditës, kjo nuk i ka motivuar banorët të punojnë tokën për shkak të çmimeve të larta dhe largimit të rinisë. Të kam prodhuar gjë i ka pas kooperativa dikur, e kupton më bet. Dëshë u morën vet, kush si punon, mos s'ka kush punoje. Ka ngel dy peshk këtë katon. Nuk ka më shumë më. Prodhojshin grun, misër, të shak s'prodhoj për gjoja. E në ka pas e në ka. Ujë, vadis ka, nuk kemi ankesa gjë. Ka marru bësje këtu këna më, mos u lof kot. Ka marru mos i nepse. Tu s'ka bëjsi, ka dy pesh, sun punojnë më, rrejnë kravat, ka hik kjo punë, tryt, e sërë që kalojnë të uqe, nuk rej kushtë të më. Vinë për të morë votat, morin votat, e në mrikë dhif shnosh. Nga ana tjetër, 84 vjeçare Zenel Gjoka shpreh se nuk ka shpresë për rikthimin e rinisë, ndaj dhe tokat bujqësore do të vijojnë të mbeten djerë edhe në të ardhmen. Nuk kthehet, po nuk u përmes i hek i shtet. Ja, të më e men primeje. Po së përmes ki shtet, nuk kthehet e një më këtu, s'ka në shbojnë mërë, nuk ka në shbojnë. Tu ki ven ka maru më. Hiku ki ven. Mlodhëm i kotë. Bisedojmë, me ka të vizojmë, me kam do merrem me tjetë, thash, u bon 3 ditë sot për të mori 100.000 lekë pensionën. E në prapë në sot se morë, s'ka pare. Ky fshat ka me 10 hektar tokë bujqësore, por fatkeqësisht prej vitesh nuk punohen.